Derë më derë, shtëpi më shtëpi, duke shtrënguar duart me qytetarët në këtë qytet të mrekullueshëm me njerëz fantastik, por që varfëria, skamja, shpopullimi është ulur këmbkryq. E vështirë të gjesh një qytetar në Gramsh që të jetë i kënaqur me këtë qeveri. Ndryshimi ndjehet kudo, ndryshimi po troket numri 1, shpresa për Gramshin dhe për Shqipërinë. Derë më derë, shtëpi më shtëpi, duke shtrënguar duart me qytetarët në këtë qytet të mrekullueshëm me njerëz fantastik, por që varfëria, skamja, shpopullimi është ulur këmbkryq. E vështirë të gjesh një qytetar në Gramsh që të jetë i kënaqur me këtë qeveri. Ndryshimi ndjehet kudo, ndryshimi po troket numri 1, shpresa për Gramshin dhe për Shqipërinë.